Në mars të vitit 2013 filloi një rrugtim i ndërtuar mbi një besim, përkushtim dhe vizion. Ka një banatore vetme, hapashapi me punë dhe pasion, u ndërtua ajo që sot është një rrjet i fuqishëm me 10 banatore dhe një ekip të jashtëzakonshëm njerëzish. Rrugtimi im në Riga Farm filloi si menaxher regional, një rol që më dha mundësinë të fitoj përvojë të vlefshme në menaxhim dhe të njoh nga afër punën në rrjetit tonë. Gjatë kësaj kohe kam pasur mundësi të zhvilloj edhe më tej përgatitjen time profesionale si përmes përvojës në terren, ashtu edhe përmes trajnimeve të organizuara nga Riga Farm si brenda dhe jashtë vendit. Kjo është një dëshmi e përkushtimit kompanisë për të investuar në zhvillimin profesional të stafit të saj. Me kalimin e kohës, kjo përvojë dhe ky zhvillim profesional më ndihmuan të marr përgjegjësi edhe më të mëdha, ku sot si menaxher i rrjetit banatore përpiqem që me përvojën dhe njohuritë e fituara të përdor për të mbështetur ekipet tona dhe për të kontribuar në zhvillimin dhe suksesin e vazhdueshëm të Riga Farm. Kur u bëra pjesë e departamentit HR në Riga Farm, çdo proces dhe procedurë ishte një përvojë e re për mua. Me mbështetjen e ekipit dhe përvojën e fituar gjatë rrugës, sot kam kënaqësinë të ndihmoj stafin të zhvillohet dhe të avancojë në karrierën e tyre. Jam mirënjohëse për besimin dhe mundësinë që më është dhënë dhe krenare që janë pjesë e ekipit Riga Farm. Rrugtimi im në Riga Farm nisi duke u njohur nga afër me proceset e furnizimit dhe logjistikës. Me trajnime dhe mbështetjen e ekipit, çdo hap më ndihmoi të zhvillohem profesionalisht. Sot menaxhoj furnizimet dhe siguroj që më shumë se 80 banatore të Riga Farm të kenë produktet e nevojshme në kohë. Rrugtimi im në Riga Farm filloi si farmaciste, ku çdo ditë ishte një mundësi për të mësuar dhe për të zhvilluar. Me përvojën e fituar dhe mbështetjen e vazhdueshme nga kompania dhe menaxhmenti, sot kam mundësinë të kontribuoj në zhvillimin e stafit, duke organizuar trajnime që ndihmojnë ekipin të rritet dhe të avancojë profesionalisht. Ndihem e vlerësuar që jam pjesë e këtij rrugtimi dhe ekipit të Riga Farm. Rrugtimi im në Riga Farm filloi në depo, ku çdo ditë ishte një mundësi për të mësuar më shumë rreth organizimit dhe proceseve të punës. Me kalimin e kohës, fitova përvojë dhe mora më shumë përgjegjësi. Sot, si mbikëqyrëse e depos, kujdesem që proceset në depo të zhvillohen në mënyrë të rregullt dhe efikase për të gjithë rrjetin e Riga Farm. Rrugtimi im në Riga Farm filloi si menaxher i stokut, ku çdo ditë ishte një mundësi për të mësuar më shumë rreth organizimit dhe menaxhimit të proceseve. Me përkushtim, përvojën e fituar dhe mbështetjen e ekipit, po ata mundësi të zhvillohem dhe të marr përgjegjësi më të mëdha. Sot si menaxher i logjistikës, punoj për të siguruar që furnizimi dhe proceset logjistike të funksionojnë në mënyrë efikase për të gjithë rrjetin e Riga Farm. Rrugtimi në Riga Farm filloi duke përfshirë në proceset financiare administrative të kompanisë. Gjatë kësaj kohe kam fituar përvojë të vlefshme në organizimin dhe menaxhimin e këtyre proceseve. Sot kontribuoj në menaxhimin e çështjeve financiare dhe administrative që mbështesin funksionimin e përditshëm të Riga Farm. Për mua këto vite përvoja në Riga Farm ka qenë një përvojë shumë e vlefshme. Kam pasur mundësi të mësoj vazhdimisht, të marr pjesë në shumë trajnime profesionale dhe të rritem çdo ditë në profesionin tim. Jam shumë mirënjohëse për këtë rrugtim. Të punosh në Riga Farm do të thotë të jesh pjesë e një ekipi që gjithmonë synon për mirësimin. Gjatë këtyre viteve kam fituar shumë njohuri të reja dhe kam pasur mundësi të avancoj në aspektin profesional, duke pasur gjithmonë një qasje pozitive ndaj punës dhe pacientëve. Rrugtimi profesional në Riga Farm më ka dhënë shumë përvojë dhe besim në punën time. Aktivitetet edukative dhe mbështetja e ekipit më kanë ndihmuar të zhvilloj aftësitë dhe të përmirësohem vazhdimisht. Gjatë kohës që jam pjesë e Riga Farm, kam pasur shumë mundësi për të mësuar për gjëra të reja. Çdo trajnim dhe përvojë e fituar ka ndikuar në rritjen time profesionale dhe më ka motivuar të jap gjithmonë më të mirën. Puna ime në Riga Farm ka qenë një rrugë e mbushur me përvojë dhe mësim. Përmes programeve të ndryshme profesionale dhe bashkëpunimit me kolegët, kam arritur të zhvilloj më tej aftësitë e mia dhe të kontribuoj me energji pozitive në ekip. Ambienti i punës në Riga Farm më ka dhënë mundësinë të ndërtoj një përvojë të fortë profesionale. Përmes aktiviteteve zhvilluese dhe përkushtimit në punë, kam arritur të përmirësohem vazhdimisht dhe të jem gjithmonë e më pranë pacientave me këshilla të duhura. 13 vite, 13 histori.
Pas çdo suksesi të Riga Farm qëndrojnë njerëzit që çdo ditë punojnë me përkushtim, profesionalizëm dhe kujdes për pacientët. Faleminderit çdo antarit të ekipit që është pjesë e këtij rrugtimi dhe që kontribon çdo ditë në misionin tonë për të ofruar kujdes dhe shërbim cilësor për shëndetin e qytetarëve tonë.